atëherë i hym flasim për tregjet aksioneve, flasim për S&P 500, Nasdaq. Do ta ndaj tani S&P 500 këtu me ju. Okej, ja ku e kemi. Ka vazhduar këtë trendin për lart, kemi pasur në temi një slow rritje graduale të fortë që tregon që akoma është i fortë. Tregu unë prisë një dip, them drejtën, këtë javë, nuk ndodhi. Edhe pse ndodhin lajme negative me Trumpin dhe me Elon Musk nuk ndodhi. Po vazhdon këtë rritjen. Edhe me sa duket, me sa po shikoj una, mund bëhet kjo bearish divergence, një overextension deri te 2300. Por ja kam pak frikën VIX-it që do mule pak më vonë. Që mund shkem deri këtu, 6300 këtu. Se RSI akoma ka potencialin që të vazhdoj, po do jetë një rritje graduale me probleme. Sa përshikoj unë. Se do të kapi këto zonat që kapi historikisht. Kemi edhe këtë zonat e tjera këtu. Që kap pak më parë se bëhet shumë overbought. Këto të 60 për shkak. RSI që jemi tani. Po këto dipet ka këtu nuk janë dipe që shitet shumë. Mund të jenë dipe të vogla, sa për të riakumulu. Që zonë që jemi ne tani. Prandaj ka qenë riakumulim kjo. Unë pash edhe software, të sektorin e softwares që semiconductor pati ulje për software për jo aq shumë, dhe një farë ringjallje ose një rritje aty. Nasdaq tregon këtë gjë, sepse Nasdaq u përfshi më shumë teknologjinë. Shikon që edhe dipin e ka parë pak më të ulët dhe rritjen e ka bërë pak më të lartë se sa S&P 500 dhe vazhdon tani që mund të kapi këtë all time high te 22.000. Ku kemi 22.000 sakto. 22.200, 300. Po është ajo që a thosh, kam diskutuar me Kleon që kemi bearish divergence që mund të krijohet tani. Po që nuk vazhdon më lart. E bi që mund të kapi të 22.000, por RSI do jetë dobët. Mund të jetë kjo situata. Russell 2000 që unë po pres për një rritje ka filluar të rritje. Dhe po të regon tani fuqi. Kjo mund të ketë një farë potenciali dhe zakonisht ndodh kjo që kemi një rritje të small caps finale dhe pastaj ulje tregu. Kjo është situata që jemi tani, që mund të ketë një rritje të small caps finale, shitet dhe ulet gjithë tregu bashkë. VIX është frika që ka diskutuar dhe Jordi, dhe unë për disa javë tani, po këtë javë ndoshta mund të jetë një javë vendimtare për volatilitetin e treg, sepse po kap këto zonat shumë të ulta, dhe të RSI-ja gjithmonë ku kap këto zona bëhet një rritje tani. Mund të shkoj edhe më thellë, po shkoj më thellë, shkojmë në all time highs prap. Për mendimin tim duhet bëj një rritje. Okej, kaq po e lej me tregun e aksioneve. Aksione individuale ne i mulojmë te Telegrami, prandaj ftoj që të bëni pjesë. Dhe flasim aty për ca aksione që ne blejmë.